Albi, të duket normale gjithë situata në gjithë atë anormalitet që ishte krijuar pak më herët apo jo? Ka një maskarad në guvendin e Shqipërisë, Arbër, ishte maskarad edhe kur ndizeshin flagadan është maskarad edhe sot. Në atëherë flitej për krizë parlamentare, ndërkohë që nuk ishte krizë parlamentare, kishte vetëm një rrumpall krijuar nga njëri krah parlament. Krizë parlamentare ka vetëm në rastet kur parlamenti nuk ushtron dot funksionet e veta, domethënë nuk ka majorancë, nuk zgjedh dot qeveri, nuk miraton dot ligje etj. Në të gjitha rastet ka zgjidhje, domethënë anë rregullore etj. Domethënë shumëta që mund bënte opozita ishte të bënte pak ty me pak flag aty që nuk kanë shqetësuar realisht njeri. Por kjo po merret si pretekst nga Edi Rama për të ulur në tryezë me ta, e tham domethënë këta duan njëri tjetrin, janë këmbë të njëjtit tre këmbësh. Unë nuk e di kë profesion rithemelimi sot, që pretendojnë të jenë edhe shumica e opozicionit shqiptar. Shqiptarët, një sekondë zoti Spau të mbaroj. Shqiptarët shikojnë spagun si organin shqiptar, domethënë më të besueshëm. Shqiptarët duan disa të hapura. Shqiptarët duan më shumë drejtësi, shqiptarët duan njësi me perëndimin. Ne kemi rithemelimin, domethënë, i cili është i grupim politik më izoluar se talibanët, është kundra drejtësisë re, është për të mbajtur marrëveshjen e errët të vitit 2008. Unë nuk e di kë përfaqësojnë këta. Po kam besim, domethënë, sepse përgjatë gjithë kësaj periudhe shqiptarët kanë sy, kanë vesh, shikojnë, dëgjojnë, kuptojnë dhe do ta marrin përgjigjen me votë në vitin 2025. Ne patëm në fakt e kemi një kampion, se ç'ndodhi në zgjedhjet e Kukësit. Domethënë, mbas zgjedhjeve të 14 majit, ne patëm se ky në fakt është bashkimi i dytë i këtyre. Të u bashkuan një herë Gazbardhi me grupin e Berishës mbas 14 majit, nëse ju kujtohet bën atë mbledhjen e famshme të opozitës bashkuar në Kukës dhe morën përgjigjen shumë të qartë nga kuksianët. Domethënë, nga 14 majit deri kur u bën zgjedhjet, ç'është një muaj, kandidatit opozitar i mungonin 5.000 vota. Të njëjtën përgjigje do ta marrin dhe në rang kombëtar. Domethënë, daullet bien për ata që kanë vesh Arbër, shqiptarët kanë edhe sy edhe vesh.